Ryanair, linja ajrore e vetme me tarifa të ulta në Shqipëri, çeli zyrtarisht bazën me 4 avion, investim $400 milion në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Në sezonin veror 2026, Ryanair do të operojë 44 destinacione, 21 nga të cilat të reja dhe synon të realizojë një rritje rekord të trafikut me 50%, duke arritur në 4 milion pasagjerë në Tiranë. Kompania feston me një ofertë treditore biletash me çmime që nisin nga vetëm €21.99, të disponueshme për rezervim tani përmes aplikacionit të Ryanair. Drejtori ekzekutiv i Ryanair, Michael O'Leary, theksoi se synimi është mbi 6 milion pasagjerë dhe duke bazuar deri në 6 avion investim, $600 milion deri në vitin 2030. Si kompani e vetme ajrore me tarifa të ulta në Shqipëri, Ryanair feston hapjen e bazës së saj me 4 avion në Tiranë, duke sjellë një rritje rekord të trafikut prej mbi 50% në 4 milion pasagjerë në vitin 2026. E mundësuar nga politika pro rritjes së aviacionit në Shqipëri dhe kostot e ulta të aeroportit të Tiranës, kjo rritje rekord në 2026 do të ofrojë 44 linja dhe 4 milion pasagjerë. Drejtori i operacioneve të aeroportit të Tiranës theksoi bashkëpunimin me Ryanair dhe investimet e grupit Kastrati që i përgjigjen fluksit të ri të fluturimeve nga Shqipëria. Që nga fillimi i operimeve në tetor 2023, Ryanair na ka sfiduar vazhdimisht të rrisim standardet dhe të ofrojmë ekselencë të vërtet operacionale. Fali investimit për 120 milion eurosh të grupit Kastrati, janë përmirësuar ndjeshëm infrastrukturat kryesore të aeroportit në zonën ajrore dhe toksore. Hapja e bazës së Ryanair krijon mbi 3.000 vende pune, përfshirë 120 vende të reja pune me paga të larta për pilot, inxhinier dhe staf kabine, të gjithë të bazuar në Tiranë.